Dikush shkoi tek pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, më thuaj në Islam një fjalë, një këshill, më jep një orientim që unë s'do të kem më nevojë të pyes askënd pas teje. Patjetër një këshill përmbledhse, e mjaftueshme për mua, mos kem nevojë të pyes më njëri tjetër pas teje." I tha: "Qul amantu billahi thumma istaqim." Thuaj, i besova Allahut dhe pastaj qëndro mbi këtë fjalë. Dhe pastaj bëhu i qëndrueshëm në këtë fjalë. Qofse ti thua dhe beson, e shpreh, i besova Allahut, i besova fort Zotit gjithësisë, e njoh Zotin, e dua Zotin, e adhuroj Zotin, e pranoj atë si Zotin tim, si krijuesin tim, si furnizuesin tim, si ringjallësin tim. Thumma istaqim. Por çfarë vjen pas kësaj fjale? Duhet vi ajo që e vërteton këtë fjalë. Ajo që tregon që kjo fjalë po ka zënë vend në zemrën tënde.